Të dashur miq, kemi vënë re që nga gjithë shikuesit mbi 70% nuk na ndjekin. Pra, në rast se ju pëlqen mesazhet dhe përmbajtja jonë, ju ftojmë Na ndiqni ju lutem në rrjetet shoqërore dhe në YouTube duke bërë subscribe dhe follow që të kënaqim algoritmin edhe të vijemi ndukje. Faleminderit. Faleminderit. Tipo, e di çfarë kam qefun kur bëjmë episode bashkë? Që e nisun intro. Po në fundit e nisa unë se. E gjete. Okej. Ta nisun në kësë radhe. Ta nisësh më, sot jemi prapë me Kostën, tash se gjithë thonë që Ai thon, ngeli do doli ky, prap ky. doli prapë ky. Sot ka ndruar veshje që të ngjajë ndryshe. Që ti përshtatet pak. Doli prapë Vibe-it ky, të temës. sepse e kemi kështu ekspert midis dhe peshkën. Kostën do e shihni shpesh, me herë me pa herë, kush të doj, le ta shoh, kush mos do të ndroj kanalin. Po. Është një sigërin që u jap njerëzve Po. përgjithësi. Ekziston bloku, Se do e kem në shumë episode do jemi bashkë. ja bërë si shtëpis tu, edhe e vlerësoj që ma jepni këtë si mundësi. Po ti je i shtëpis tash mos bëj kështu para kamerave jam si i shtëpis. Se faktikisht më thoshin që ore ka podcast në kapital C. Kështu se kam hapun, ne kam disa miqtë e mi. Edhe Po që jam diskutojmë tematika. jam pjesë. Po. Tani do themi jemi bërë si të shtëpisë. Jam pjesë e shpesht. Hajde, jepi. Sot do të diskutojmë për një temë shumë interesante dhe shumë pjesë e përditshmërisë tonë, sidomos për ata që merren me aktivitet. Ja kështu nuk më pëlqen mua atë. Pse? Fillon e nis kështu në mënyrë shumë formale, sot do flasim për një temë shumë interesante. Futi çik spica kështu. Çik spica, po tani Ha. natyra ime është çik serioze. Nise ndrysh, jo si psikolog. Natyra ime është çik serioze. Sot ta bëj kështu si këta showmenat kështu. Show Kosta. Po, për çfarë të shlirohen? Ti merresh dhe me arte marciale, duhet të jesh Po. më shpërthys. Hajde. Po, për çfarë sot? Po, të dashur miq, sot do flasim për një temë që do i bëj të shisni çdo gjë. Ta shisni vete siç jeni, siç sjeni, si do të jeni, të shisni këdo. Madje ato që keni nat ta shisni, t'ia prishni imazh. Ky është fiks prezantim atrapasi. Duhet si fjalën time tjetër, ja. Vazhdo, më pëlqen kështu. Ja, pra, e problemet të tema sot me është marketingu. Do të flasim për marketingun, një term që dëgjojmë shumë shpesh, sidomos kohët e fundit, por jo e gjithmonë kuptohet për atë që është. Edhe zakonisht keq kuptohet. Shpesh ngatohet me shitjen, si marketingu shitje, ose shpesh ngatohet edhe me matra pasdikun, kam dëgjuar Po prit se na i dogje gjithë pikat që në intro. Bëj çik kështu pra, çik teaser. Teaser, po. Marketingu është kjo. Se do shoj atë, Po. çfarë flasi ky për këtë këtej. Edhe kështu. Sa vite ke që merresh me matra paslik? Matra paslik. Po duke përfshirë edhe si kam punuar personalisht, përveç se për kompani ndryshme, do thëja gati 10 vjet, Mhm. plus minus. Është goxha experience. Po. Kështu që mos kujtoni që Kosta del shpesh tu se trajtojmë tema ndryshme dhe se po ja fut kot. Po. Ka eksperiencë në këtë fushë, prandaj Sot do jemi çik ndryshe. sot do jemi ndryshe. Do jemi Po. tamam në punën që Tash bëjmë. ta nisim çik kështu, tamam të hym temë. 2 vitet e fundit ka ndryshuar në mënyrë thelbësore marketingu. Po, për shumë arsye. Mhm. Ka shumë arsye. E para njerë dhe ajo që është më e diskutuara është prezantimi i AI-t, i inteligjencës artificiale. Mhm. Ajo është një faktor kryesor që ka ndryshuar 180 gradë mënyrën se si bëhet marketingu. 180 apo 360? Po 360 ka shati ku je. Ose 359 gradë. Kështu që e ka ndryshuar shumë, po aspekt tjetër është sepse shumë aktivitete dhe biznese po e mirëpresin marketingun, edhe konkurenca u bëhet pak më agresive. Edhe gjithashtu po zhvillohen, sidomos në Shqipëri, e ndoshta në Indi, ku dim, disa forma mutacione marketingu që janë çik më agresive, Ma shpjego më mirë çfarë do thuash me këtë formën mutante. Nuk është marketingi mirëfillt apo është një marketing shumë i i parafinuar në radhë parë, shumë
vulgar dhe shumë siç janë street foodet e Indis, po marr një shembull kot, se nuk dua të përmend shembull Shqipërisë, se ka, po nuk dua t'i përmend. Siç janë street foodet e Indis, që për tërheq vëmendje për ato ushqime që ata duan të shesin, bëjnë lloj soi manovrash ose veprimesh me ushqimin. Mos të them detaj, tu shpjef njerëzve, po kush bën Besoj se e kanë parë, e kanë se parë. që është një... street foodet e Indis. Jo, se që është kanë- një që është bërë i famshëm, se si quhet ai. Po, është një Se në s'po Indi më që vjen është bërë shumë i famshëm. Po, ka shumë forma. Pra është shumë vulgare dhe kjo ka bërë çik më agresive. Por agresiviteti është edhe në këndvështrimi tjetër që shumë kompani A është i mirë agresiviteti në marketing? Mund të përdoret për mirë? po, nëse përdoret me karar dhe nëse agresiviteti nuk shkaton vërtetësinë e produktit. Pra nëse agresiviteti kthehet gënjeshtër, është problem. Sepse humbin besimin tek njerëzit. Dhe besimi në eksperiencën time është kyç. Në marketing mbi të gjitha do të krijosh besim. Se besimi është një investim që kthehet shumë fish. Është ligji i jetës. Sa më i ndershëm ti jesh, dhe sa më vlerë ti japësh në treg, dhe sa më besim të krijosh tek njerëzit, gjithmonë do ketë të zhgënjur për 1001 arsye, por sa më shumë besim që ai që ti ofron, qoftë shërbim, qoftë produkt, ka vlerë, aq më shumë do të kthehet mbrapa shumë fish. Ky është ligj i kësaj bote. Herët avon, si thon, gënjeshtra në marketing gjithashtu ka këmbë të shkurtra. Në afat shkurtër, personat që gënjejnë duke bërë marketing mund të përfitojnë shumë të caktuara, por afat gjatë shkatohet reputacioni. Edhe një gjë, një përgjegjësia kryesore e dikujt që merr përsipër marketingun e një aktiviteti është të krijojë një reputacion të fuqishëm, sepse reputacioni është ajo që shet. Reputacioni është prezencë, reputacioni është fuqi, është besim. E sa më i fuqishëm, sa më shumë ta ushqesh këtë reputacion, aq më shumë do kthehet mbrapa. Qoftë shërbimi, qoftë vlerja. Dhe në fund të ditës, çështja është këta që bëjnë marketing, pra ky person që bën marketing, a shef afat gjatë, është vizionar apo afat shkurtër? Nëse objektivin e ka afat shkurtër, ku diun, kryet një skem piramidale dhe të mbledhë plaçkat e tij iki, mund të mashtroj. Do e bëj, do fitoj lek, po pastaj do bëj përgjegjësitë e Zotit dhe tek ligji. Kurse nëse dikush ka vizione, do të krijojë diçka afat gjatë, i jep shumë rëndësi reputacionit. Dhe reputacion pa krijuar besim dhe pa përcjell vlerë nuk ka. Është e pamundur. Po, ke hasur ti të ky mentaliteti me që ke edhe një eksperiencë 10 vjeçare që a mos e të gjithë mashtrojnë? Pafund. A diskutohet. Pafund edhe sepse është edhe kjo. Ose është krijuar kjo ideja që po mos mashtruan pak në marketing, ndryshe si do çajmë treg? Po. Sepse ekziston një keqkuptim që marketingu është mashtrim. Dhe kjo nuk është e vërtet. Mashtrim është kur nuk mban premtimin që jep. Qoftë në marketing apo qoftë në çdo lloj fushë tjetër. Në fjalë të thjeshta, ajo që bën marketingu është që ti ke një produkt dhe një shërbim që zgjidh një problem ose që ofron një vlerë, dhe këtë produkt ti do ta vendosësh në sytë e njerëzve, në mendjen e njerëzve. Dhe këtë produkt, nëse ti ke konkurrencë, do ta nxjerrësh që të theksohet të dalë në pa, të jetë në dritë. Dhe kjo është një nga sfidat e atij që ka marketing, që të mund të arrijë këtë, të mund ta sjellë këtë produkt ose shërbim sa më shumë në mendjen e njerëzve, po duke mos sakrifikuar vlerat, duke mos mashtruar. Dhe është shumë interesante në eksperiencën time, sa më shumë do të arrisësh nivelin e biznesit. Kur them nivelin, në perceptim, në vlerë, në besueshmëri, që dikush e shef këtë lloj aktiviteti bëjnë, thotë shiko se ky ka cilësi, janë serioz, unë ta rekomandoj këtë. Sa më shumë do të krijosh një content, një përbajtje që të përcjelli këtë, aq më shumë do ta vrasësh mendjen. Do harxoj më shumë kohë, më shumë energji, më shumë brainstorming, më shumë gabime, provo, gabo, që të nxjerrësh diçka. Kurse nëse do të bësh diçka të shpejtë e bën kollaj. Nuk ka nevojë për shumë mendim, për shumë analizë, për shumë reflektim. Ti po flet për mendim edhe... Ta bëj konkrete. Po. E zëm se unë dua të ofroj
një suplement që ka disa benefite për shëndetin e njeriut. Nëse unë dua t'i bie shkurt, godas pas sigurinë e një personi dhe them ky kuron këtë gjë ose të bën të biesh nga kjo peshë, bën fantastike, krijohet ca dëshmi të reja, i bie shkurt, edhe godas pas sigurinë e njerëzve dhe shes kollaj. Po nëse unë dua që të krijoj besim, them, ky suplement është bazuar në këtë studim, 1 2 3 4 5. Këto studime kanë thënë që unë ofroj ky suplement ofron këtë gjë. Ka dhe këto rreziqe, kujdes ki parasysh këtë gjë, kujdes këtu konsulto me mjekun, pra kur ti shet të suplement, njëkohësisht në mënyrë direkte i thotë klientit që unë vërtet po shet suplementin. Po s'dua ta jap verbërisht. Njëkohësisht unë po kujdesem edhe për ty si klient potencial. Kujdesem që ti t'jesh i kënaqur me këtë dhe kujdesem që ti të mos të cënohet shëndeti për këtë gjë. Dhe këtë e bën në shumë forma. Do të thotë, ti nuk poston kamizën e darkë, bli produktin, por poston diçka për produktin, pastaj poston diçka për problemin që zgjidh produkti, ose një material edukativ që thua që kujdes se këto produkte do të konsultohesh te mjeku. Pra edukon klientin, përveç se shet produktin, edukon e klientin që të mund të pasuroj stilin e jetës së tij. Nuk është një formë maskimi kjo, se e kam parë si strategji që shumë thonë shiko se është e bazuar në studime shkencore, ose marrin një mjek e paguajnë edhe ai del edhe flet me një kompetencë dhe krijon besueshmëri, por realisht nuk është se ka ato efekte që reklamon, edhe pse marketingu mbështetet nga një figurë mjekësore, të cilët njerëzit krijojnë shumë lehtë besueshmëri. Është mashti. Është një skem e ndërtuar shumë mirë për të shitur, por nuk është kjo që po them unë. Kjo që po them unë është që ti jep informacion, përveç se po shet produktin, jep informacion për vlerën që e produkti, për hallin që zgjidh produkti. Dhe këtë informacion një njeri që do të jetë i ndershëm, do bëj marketing siç duhet, do ndërtoj reputacion e besim, do ta ketë bazuar në studime dhe në fakte. Dhe gjithashtu aty ku s'ka 100% siguri, të jetë i ndershëm e ta thotë. Gjasat janë këto. Unë po ta them, më shpreh se ajo ta blesh. Unë në fund ditës çdo njeri, sidomos kur blen produkte që janë shumë delikate, këto do të dëgjojnë në fund ditës. Do të dëgjojë një person që i thotë të mirat, po i thotë tek konse, ta marrë vetë vendimin. Mos ndihet i mashtruar, që thotë, sepse kështu do e vlerësoj më shumë në eksperiencën time, sa herë që unë kam dhënë shërbimin tim për të marketuar diçka dhe nuk e kam fshehur dhe rreziqet që kam ndërtuar besim tek njerëzit. Ose si çdo produkt, se nuk ka produkt perfekt. Normalisht çdo produkt ka mangësitë e veta. Çdo produkt nuk ka produkt perfekt, shumë më e vërtetë kjo që the. Unë e mora një shembull për ta bërë më të prekshme, por mos ta lëm vetëm në nivel teorik, por kjo vlen për çdo lloj produkti që mund të jetë, qoftë nga produkti bazik që është ushqimi, qoftë nga produktet që mund të jetë mobilje, të konsumit, qoftë nga produktet e argëtimit, çdo gjë. Kjo është, por ekziston rreziku sepse një pjesë janë aq shumë të zënë të shesin, saqë neglizhojnë këtë pjesë. Dhe sakrifikojnë reputacionin për të shitur në afat shkurtër. Përveç kësaj, sa e njohin shitësit produktin e tyre? Sepse shumica e hynë një biznesi ose marrin përsipër të shesin X produkt, edhe nuk janë as vetë mirë informuar se sa cilësor është ai produkt ose çfarë mangësi ka. Po, tani ka njerëz që qoftë në shitje, që është ajo hallka e fundit e mbylljes së shitjes, dhe qoftë marketing, që marketingu ndërton perceptime në popull, në kolektiv. Në dy rastet ka persona që janë shumë të aftë, janë shumë orator dhe janë shumë të aftë që të shesin diçka, qoftë edhe duke mos thënë të vërteta. Dhe tani çështja është kjo që ky person do fokusohet te reputacioni apo që të shesi? Jo, në fakt pyeta sa e njohin shitësit produktin. Po tu do të ose sipërmarrësi, jo vetëm shitësi që është i punësuar ose ndoshta hallka e fundit që përmbyll procesin e shitjes, po dhe vetë sipërmarrësi, kur merr një produkt përsipër që ta shes. Këtu do të dalë kjo pjesë. Nëse një person është fokusuar vetëm të shesi dhe ka aftësi ta shesi, mund ta bëj këtë gjë edhe pa njohur produktin. Mund të krijoj skenare, trilloj, shumë bindës, shumë asertiv. Sepse ka zhvilluar një aftësi bindëse. Sepse ka aftësi, sepse ne ngatrojmë ndonjëherë kur dikush ka vetbesim dhe është asertiv, më fal,
po gjesh term shqip për asertiv. Më duket se s'ka, mund ta kemë gabim. Por është imponues ose Është bindës. pak agresiv. Është pak agresiv. Ka në terminologjinë e marketingut shicat agresiv, Shicat sidomos agresiv. meshkujt për shkak të Po. shkallës të testosteronit, e kërkojnë shumë sepse janë më agresive, më bindës. Ka kudo. Edhe në çdo lloj gjinie, po janë disa persona që kanë talent. Dhe njerëzit ngatrojnë ndonjë asertivitetin me vërtetësi. Nëse dikush ka vetbesim, dhe është asertiv, dhe është agresiv, dhe është bindës, kjo tregon thjesht që ka zhvilluar aftësinë të ketë vetbesim, të jetë bindës. Sigurisht e bazon diku, por kjo nuk do të thotë gjithmonë që kjo do të thotë vërtetësi. Dhe çfarë do të them me këtë gjë? Do të them këtë gjë që parimi im personal është ky. Nëse duam të marketojmë diçka, është e domosdoshme ta njohim produktin, ta ndjejmë produktin, sepse sa më mirë ta njohim produktin, sa më shumë ta ndjejmë, sa më shumë lidhje të krijojmë produktin, aq më shumë do të transmetojmë të gjë. Është e vërtet. Por kur shitsi krijon një marrëdhënie të rreme me produktin. Në kuptimin që ka më shumë mbi vendoset ajo dëshira për ta shitur edhe për përfitim, Po. edhe ja mbush mendjen vetes që është aq i mirë sa e reklamon me shumë bindje. Absolutisht. Kjo është një lloj racionalizimi, që do të thotë që dikush thellë e di shumë mirë që ky produkt ka X të meta, ka një listë të metash, por këto i zbukuron dhe i bën sikur janë jo të meta. I kthen atribute, po. I kthen atribute, i kthen vlera, i kthen vlera. Kjo ndodh shpesh sepse është natyra e njeriu ndonjëherë, ose do përballet me të drejtën të vështirën, ose do gënjej veten. Dhe s'është përjashtim as marketingu këtu. Kështu që po, marketingu madje lakohet shumë te pjesa e mashtrimit, prandaj edhe po e diskutoj. Madje kjo është një dilemë që ka gjithmonë dikush që bën marketing, sepse kur dikush punon marketing, zhvillon një aftësi që të influencojë mendjet e njerëzve. Zhvillon një aftësi që të godasë të pasigurisë e njerëzve. Edhe nëse dikush ka një bosh moral dhe ka kultivuar ca virtyte të shpirtit, edhe pse ka profesion këtë gjë, ka gjithmonë një dilemë, thotë, unë do përdor të njohuri që të shes sa më shumë këtu e tani, apo do e përdor këtë njohuri duke ditur do shes më pak tani, por unë e shoh si një rrugtim, si një vizion afatgjat, dhe unë do ndërtoj diçka, një aktivitet, një brand që përcjell besim dhe vlerë tek njerëzit. Duke ditur shumë mirë që kjo do marrim pak kohë, sepse rruga e drejtë është ngadalt, por ama është e qëndrueshme. Një agent marketingu ose një kompani marketingu, sa e vën në dyshim ndershmërinë e kontraktuesit që do të shes produktin? A i vën teste për shembull produktet ti nga eksperienca jote, në rast se unë të marr edhe të them Kosta më shit këtë filxhanin. Edhe unë të them që ka X cilësi ta bëj ty një super produkt. Ti a e vën në dyshim këtë? Ose a përpiqesh ta njohësh vërtet produktin? Kjo është një eksperiencë individuale dhe nuk mund të flas për të gjithë ata që punojnë në fushën e marketingut, sepse është një zgjedhje shumë individuale këtu. Por personalisht në përgjithësi kam patur fatin e mirë dhe nuk është thjesht fat, është edhe përzgjedhje nga ana ime, që të punoj me brende që ju intereson të kenë reputacion të mirë. Dhe ju intereson që ta përcjellin produktin ashtu siç është. Me brende që reklamojnë vlera dhe jo vetëm. Që reklamojnë siç është produkti. Kështu që unë kam shmangur. Sa është përqindja e fryrjes vlerës produktit marketing? Se 100% reale nuk besoj se është. Më shumë sa fryrja e vlerës është diçka që bëjnë në marketing është që i përshkruajnë në atij personit që e shikon produktin edhe ndjesinë. Sepse ndonjëherë njeriu sheh vetëm produktin, por ai që bën marketingu është edhe i përshkruan eksperiencën, ndjesinë dhe kjo e ndikon çik emocionalisht personin. Por kjo ndjesi është e vërtet. Për shembull, mund të jetë po marr një shembull shumë konkret, mund të jetë një dyshek që realisht është i studiuar nga ortoped, realisht është ndërtuar që të shmangë disa deformime, edhe realisht kushtria është i dergjesh aty dhe je sikur të zë gjumi shikon ëndra të bukura. Shikon ëndra të bukura. Pra, ti ke gjithë streset e ditës. Po, do të thënë në marketing ose do thuash dyshek, kaq lek. Që është totalisht 100% racionale pa emocion, ose do përshkruash këtë eksperiencën, i fut pak emocion. Edhe i thua që është këndjesia, shmang deformimit të tilla të trupit, do flesh, do të shlodhen muskujt. Kjo është e vërtet faktikisht.
Për sa kohë që kjo është e vërtet, pavarësisht se mund ta përshkruash në një formë. Përveç asaj do ndërtosh edhe shumë eksperjenca e ëndra. Dysheku në fakt është një produkt që që ke të flasësh pafund. Po kjo është shpreha e dilema. Do të thënë, në të vërtetë dikush është që ka hapësit mia marketingut, ti me dysheku mund të ta lidhë edhe me arsyeën që pse ti do jesh i suksesshëm në jetë. Sepse nga gjumi lind gjithçka. Po. Gjumi ndikon trupin tënd. Trupi është lidhur me sistemin nervor, është lidhur me gjendje psikike, gjendje emocionale. Gjendja emocionale lidhet si zgjohesh në mëngjes. Si zgjohesh në mëngjes ndikoj si në vepron me familjen. Në sa humor do jesh në punë. Pra, falti dysheku. Sa i shlodhur je, sa produktiv do jesh. Jo se s'ka një lidhje shkakësore, kauzale midis tyre, edhe mund të ketë, po. Kjo është të shkosh too much, edhe bën një marketing shumë fuqishëm. Po unë preferoj të qëndroj tek gjërat më të matshme, përfitime më të matshme që produkti, sepse ashtu është më dhe më vërtet me gjitha. Kështu që më shumë se fryrje, që të bëj një pyetje është më shumë ajo eksperjenca emocionale që ti përcjell, që ndoshta klienti si shkon në mendje kur e shef, klienti potencial, po kur ti thua, po ka drejtë, se vërtet unë mund të bëj një gjumë. Okej, te dysheku se është një investim në fakt edhe është pak i kushtueshëm, edhe kur klienti vjen, ndoshta vjen edhe veti i dytë ose i tretë edhe ble. Po kur blej produkt që nuk ke aq filozofi edhe poezi brenda. Një person që merr marketing e krijon historinë. Nëse një person që merr marketing në preskrive nga ato klientë që për shembull thotë, "Ma jep filxhanin o vlla se do pi ujë ose do pi çaj tash i leri prallat." Janë më kështu ta thyen atë. Po. Se më kujtove diçka. Pompozitetin që ke krijuar ti në kokë që t'ia shesësh. Në përgjithësi, marketingu ka dy botë. Një botë është shumë racionale dhe një botë është shumë emocionale. Bota racionale është strategjia, mbajtja e dhënave, organizimi, strukturimi, researchi, kërkimi, që është një mikrografi e kërkimit shkencor që ne mësojmë në fakultet, zbatohet në marketing. Kjo është ana racionale e marketingut, është edhe ana kreative, emocionale, intuitore, ku ti shpreh kreativitetin tënd. Dhe një që dikush jetë marketer i mirë, do t'i ketë të dy çfarë. Shitës ose marketing, se s'është njëjta gjë tamam. Janë të ndëlidhura, por s'është njëjta gjë. Duhet t'i ketë të kultivuara këto të dyja. Domosdoshmërisht. Në përgjithësi njerëzit kanë ose njërin ose tjetrën. Janë shumë të rrallë ata që kanë kultivuar edhe pjesën racionale të marketingut edhe pjesën kreative emocionale. Dhe nëse dikush identifikon tek vetja që i mungon njëra ose tjetra, duhet të kultivojë tjetrën. Dhe tash më dil se ti ke manin që të bësh një përshkrim shumë filozofik, e di unë. Më dil të gjëra më konkrete të thjeshta. Si përfundim të ajo që thash, sa fryhet vlera e produktit në përgjithësi? Nga eksperienca jote? Sa fryhet vlera? Tani kjo varet nga politika që ka një biznes, varet nga mënyra si punon. Që ne si klient, ne si blerës, për shembull kush e dëgjon, ne si blerës, s'po them që ta kesh matur me shifra. Po, në sondaj perceptimin. Po ne si blerës, për shembull ta dim që kur blejmë një produkt, nga marketingu, nga 100%, nuk do na zhgënjej X produkt e zëm 80% ose 70%. 70% asaj që reklamohet është reale dhe i përgjigjet nevojave tona. Tani nëse do flasë perceptimin tim, mbi tregun shqiptar, do them që ke nga të gjitha. Ke edhe nga ata që premtojnë shumë dhe nuk i mbajnë, e ke edhe nga ata që investojnë te reputacioni i tyre dhe duan të krijojnë autoritet. Kush dominon? Dhe besueshmëri. Unë do thosha është një miks i të dyave. Ka nga dyja, ka. Nuk do ta rrezikoj vendin e punës koste. Po jo, nuk po rrezikoj vendin e punës. Thotë që jo, ç'është e vërteta ka raste pafund, bën një papirus me të dyja rastet. Ndoshta çik më shumë e rastet ku egzagerojnë. Ndoshta peshorja anon pak më shumë aty ku egzagerojnë pak me shitjen, sepse normalisht është tundimi i lekut. Po. Tundimi i lekut, sidomos tundimi i lekut shpejt, e bën dikë që mos të ketë një dilemë etike. Që a do gënjejmë thjesht me lek apo jo? Dhe tani duke njohur shumë natyrën njerëzore, është shumë e thjeshtë të thuash një pjesë e mirë, dhe ndoshta shumica e fryn sepse thjesht janë të fokusuar te me fond të shesin pa e fryn edhe së dyja që e piku fare. Por ky është perceptimi im, të dashur miq. Mund ta ke gabim, ndoshta jo, po në këto vite eksperiencë
Ja 2-3 gjëra e kam parë. Kështu që. Okej. Kthehemi te ndryshimi që ka ndodhur në marketing që nisëm në fillim me implementimin e AI-s. Po. Nga eksperienca jote, ka ardhur në ndihmë bizneseve dhe marketingut dhe mënyrës se si bëhet sot, apo ka kaluar në abuzime dhe është bërë një mbi krijimtari, le të themi, edhe çdo gjë duket e njëjtë aktualisht. Po duket e njëjtë kur AI-ja përdor inteligjencë artificiale, përdoret në mënyrë shumë pasive dhe automatike. Aty është shumë ashiqare, qoftë në një postim që bën, qoftë në një përshkrim, qoftë në një organizim eventi, nëse bëhet 100% me AI dhe nuk ka një sy kritik që ta peshoj, pra truri bëhet AI-ja dhe njeriu bëhet skllav i zbatuesi, ajo reflektohet edhe rezultati është një cilësi në rastin më të mirë mediokre të produktit, të faqes, të website-it, të brandit të përgjithësi, sepse duket që është bërë me AI. Pse e them këtë? Në eksperiencën time, AI-ja është një mjet shumë i fuqishëm dhe shumë i dobishëm. Unë e përdor vetë, Ka lehtësuar punë. Më ka lehtësuar jashtëmas se punë, më ka kursyer jashtëmas te kole, më mos gënjej veten. Kush thotë që se përdor në marketing, ose ka ngelur mediokër ose po gënjen. Çështja është si e përdor. Duhet ta përdorim. Në këtë ritme, me këtë transformim që është marketingu, sugjerimi personal është që ta përdorim. Por, kjo është pjesa më e rëndësishme. Si ta përdorim? Si ta përdorim. Duhet jemi ne shkëndija dhe ne truri dhe inteligjenca artificiale duhet të shërbejë si një asistent. Një asistent që na ndihmon të bëjmë brainstorming, një asistent që na ndihmon të bëjmë kërkim, dhe një asistent që ndoshta na ndihmon edhe të korrigjojmë disa gabime gramatikore. Por jo që ta bëjmë AI-ja çdo gjë. Pra, AI-ja do të jetë konsulent dhe unë e shikoj me mendjen time kritike, e shikoj bën apo s'bën, e peshoj dhe unë marr vendimin. Ose dikush mund ta përdori inteligjencën artificiale që ti ngacmoj çik mendjen, ti sugjeroj ca gjëra, ti bëj një brainstorming, siç do mund të bënte edhe me njerëz. Dhe ndoshta mund ta bëj paralelisht edhe me njerëz dhe me inteligjencën artificiale, dhe shumë mirë bën. Por nëse ai Kjo përplasja, më fal që ndërpres, kjo përplasja e ideve është më efektive ose më kreative nga eksperienca jote kur ka qenë midis njerëzish apo kur është individ edhe inteligjenca artificiale? Të dyja për mendimin tim duhen bërë. Sepse kush është më kreative? Kush është më kreative? Gjithmonë nga aspekti kreativ, është ajo që thash parë, dy botët e marketingut, ana emocionale o kreative dhe ana strukturore racionale. Nga aspekti kreativ është njeriu. Brainstormi njeriu është më i mirë, më cilësor. Nga aspekti strukturor, organizativ edhe i researchit e gjithave, AI-ja është shumë mirë. Nuk po them që edhe njeriu s'është. Brainstormi njeriu është shumë i dobishëm, po dhe ai brainstormi me inteligjencën artificiale jep shumë ide të mira. Unë kam gjetur shumë ide të tilla duke bërë brainstormi me inteligjencën artificiale, që më kanë dalë shumë të suksesshme në marketing. Disa herë. Por çështja është, jam unë ai që marr vendimin dhe nëse unë s'do kisha pasur këtë sy vigjilent timin, do kisha kaluar pa filtra disa halucinacione ose komarlloj që thot AI-ja, sa do kisha dështuar, do kisha lënë nau. Dhe kjo është ai detaj që bën. Kjo është çelësi, pra që duhet filtruar nga. Ky është çelësi. Sepse AI-ja në një rast ideal duhet më shërbej mua që atë kohën që unë do harxoja për të bërë disa gjëra automatike dhe ato energji mendore që unë do harxoja për të bërë disa veprime automatike, të mund të harxoj duke krijuar strategji, duke menduar në nivele më të larta. Për shembull, ta bëj pak më konkrete. Po. Dikur ne bënim fushata me emaile për të shitur një produkt ose një shërbim. Shumica ndërmuese të këtyre veprimeve, duke filluar nga dërgimi i emaileve, e bënin manualisht. Dhe kjo merrte aq shumë kohë, saqë në një pjesë të rasteve gati do të punsoj një person për të bërë atë gjë. Kurse tani unë gjithë këtë strukturë, gjithë këtë funnel, gjithë këtë rrugtim, mund ta automatizoj duke e ndërtuar në detaje, se AI është e mrekullueshme te kjo pjesë. Ti mund të ndërtosh emaile sipas sekuencës, edhe mbledh të dhënat, regjistroni, gruponi, strukturoni që unë t'i analizoj. Dhe kjo për çfarë më jep mua kohë? Kjo mua më liron kohë që unë të analizoj, unë të mendoj strategji, unë të studioj tregun. Pra, unë si një person i vetëm, duke pas AI-n si asistent, mund të kem 10 fish një produkti tjetrit me cilësi shumë të mirë, sidomos kjo, thjesht sepse di se ta përdor.
Pra duhet të më liroj mua kohë me disa veprime hamalliqe Po. që unë të merrem në ide më të larta në marketing, të bëj studime më të larta, strategji më të sofistikuara. Sepse koha është e limituar, koha fizike. Dhe ky është benefiti real i AI-s, që të automatizon shumë procese dhe mua më jep mundësi që ta përdor mendjen time dhe kohën time. Po. Është një Çështja mjet është që nëse unë bie në ndihmon shumë. pasivitet. Po, Ky është desha problemi. të pyes këtu në fakt, kur ti do të bësh një fushat marketingu edhe të duhet një ide e re. Po. A jeti nga ato tipa që direkt më jep një ide edhe fillon e pyet AI-n, apo përpiqesh një herë edhe ndron ka i dy sheku që folën më parë edhe që të vinë ide Procesi nga im është ky. nga vet. Po. Procesi im është ky. E para që qartësoj me veten çfarë dua. Çfarë dua të arrit, çfarë dua të marketoj. Kur mbaroj këtë, unë kam parim që nuk dua ta lë mendjen time të atrofizohet, të ndryshket, të zëj ndryshk. Kështu që gjëja e parë që unë bëj është vras çik mendjen time. Çfarë do kisha bërë unë? Pastaj, pasi mbaron kjo fazë, dhe pasi kam krijuar 2, 3, 4 ide, i shkruaj AI-s, me api ca ide. Ndodh ndonjëherë që idet e tua që kanë dalë vetë nga ti përputhen me ato që të sugjeron AI? Ka ndodhur të gjitha gjërat, ka ndodhur që jam përputhur, ka ndodhur që AI më ka sugjeruar ide më të mira se unë kam pasur, dhe ka ndodhur që unë kam pas ide më të mira se sa më ka sugjeruar AI. Dhe ka ndodhur që kam kombinuar të dyja. Unë zgënjem kur AI-a përshtatet, përputhet me idenë time, sepse më duket vetja më pak origjinal. Kështu që ka nga të gjitha skenaret, faktikisht. Nga gjitha skenaret, por te imitacioni, ndalu pak tash që të gjithë po vuajmë nga kjo që të gjithë bëjnë të njëjtën lloj reklame, të njëjtën lloj video, të njëjtën lloj stili. Po, sepse akoma dhe rezultatin e inteligjencës artificiale, AI-t, e marrin copy-paste. Marrim shablon dhe kemi një tendencë ne ta kopjojmë tjetrin verbërisht. Dhe ky është një gabim në marketing. Sigurisht duhet të studiojmë konkurrencën, por nuk duhet të kopjojmë verbërisht. Sigurisht duhet ta përdorim AI-n për ato që unë thash, mos t'i përsëris më, por nuk duhet t'i kopjojmë verbërisht. Sepse kjo i vret shpirtin, sepse çdo brand, unë e shoh çdo brand, çdo aktivitet, çdo biznes si ku ka një shpirt të vetin, një karakter të vetin. Edhe përveç sa shërbimit të produktit ka edhe ca vlera. Po normalisht përderisa çdo biznes krijohet edhe drejtohet nga njerëz, ka një identitet ndryshe dhe duhet të ketë diçka ndryshe. Dhe duhet të ketë diçka ndryshe. Dhe prandaj ne mund të përdorim shumë mjete, ne mund të studiojmë, mund të adaptojmë ndonjë gjë sepse rrota është shpikur, nuk do shpikim ndonjë gjë të re. Po flas marketingu gjithmonë. Por gjithmonë do të kemi atë shpirtin origjinal. Ta përshtasim sipas filtrave tonë. Pra, ato ide që kopjojnë të jenë më shumë si një enë ku vendoset shpirti i brandit ose aktivitetit. Jo si një diçka pa jetë, që ti e kopjon thjesht e duhet që s'ka origjinalitet. Dhe këtu hyn në punë pjesa kreative. Dhe pjesa kreative gjithmonë kur ka një mendje aktive dhe një shpirt që gjykon, do reflektohet. Ky është çelësi, domethënë. Por nëse bëhet copy paste, shablon, pa një sy që e vëzhgon, do duket dhe apo do bie cilësie. Dhe ky është një gabim që unë kam vënë shumë shpesh, që e përdorin AI-n në mënyrë pasive, apo kopjojnë nga të tjerë në mënyrë pasive, copy paste, posto, edhe do s'do në mënyrë pavetdijshme klienti potencial e percepton dhe rezultati është që ja ul vlerën. I dëmton reputacionin asaj që po ndërton. Si mund të dallojmë ne mes gjithë këtij krijimi dhe këtij vrulli krijimish që po bëhet çdo ditë dalin biznese të reja, çdo ditë të shohim reklama të reja. Si mund të dallojë një biznes? Është aq që po thosha që parë, që një person që është marketer i mirë duhet e ka të domosdoshme të zhvillojë aftësinë e treguarit histori. Sepse aty është diferenca. Nëse përmbajtja është shumë e ftohtë dhe nuk ka histori brenda, aty kjo është një nga shenjat që tregohet që ky brand është ky brand, ky aktivitet po menaxhohet në mënyrë automatike, ka AI e nuk ka një histori. Dhe këtë histori ne mund ta shprehim edhe me tekst, por edhe me video, por edhe me dëshmi klientësh, por edhe me përditshmëri nga aktiviteti.
Lexojnë më njerëzit tekste? Ditët e sotme sa më duket se janë bërë shumë dembel. Janë bërë dembel, sigurisht toleranca e lexuarit tekste thuhet se ka rënë në shumë studime, por ende lexojnë tekste. Megjithatë mbreti është video e shkurtër në format portret, sepse si pasojë e kësaj. Dhe prandaj na pëlqen s'na pëlqen. Ajo është një nga videoja vertikale është nga formatet më të fuqishme që duhet përdorë se s'bën në çfarë do lloj aktiviteti. Dhe është një mundësi shumë e mirë që të tregosh njerëzve që ne jemi njerëz, ne jemi realisht një aktivitet që ka shpirt, që ka një dinamik që po ndodh, që ka vlerë dhe tua transmetosh. Nëse një brand nuk përdor sot, kështu si kanë evoluar marketingu sot, nëse nuk përdor video shpesh, nuk do rezistoj gjatë, nuk do ndërtoj vlerë, nuk do transmetoj emocion, nuk do ndërtoj besueshmëri te sytë e tjerëve. Po, me që dolim te video t'i prekim 2-3 pika. Si mendon ti website-i, rrjetet sociale, video, cilat janë e-mailet siç e përmendë edhe më përpara? Kush është akoma i vlefshëm për marketing edhe kush ka vdekur nga këto metodologji? Për fillojmë atë që ka vdekur. Ajo që ka vdekur janë këto postimet e ftohta bli tani, që thjesht shesin produktin dhe kanë krijuar atë vibe-in, atë imazhin klishe të reklamës. Mendja e njeriu të shlodhur shumë nga këto reklama që thonë bli tani, shit. Nuk duan më të shohin gjëra të tilla. Njerëzit duan të shohin një content që ju transmeton vlerë. Që ju shet një zgjidhje, që ju jep një stil jetese, këto duan të shikojnë. Prandaj duhet të serviret produkti në një formë shumë origjinale. Jo më thjesht bli tani, shit atje. Jo, tregon një histori. Nëse do të shesh një produkt, tregon një histori se si ky produkt ka dhënë një vlerë. Edhe pastaj shitet vetë produkti. Nëse ti jep vlerën, nëse përmbajtja që ti krijon fokusohet tek vlera, do shitet produkti. Kjo është çështja. Dhe kjo shitja hard selling e ftohtë që thjesht produktin bli tani kaq shumë, ka filluar ta humbi efektin. Njerëzit kërkojnë këto thirrjet e zhurmshme. Këto formatet e tjera. Këto thirrjet e zhurmshme. Po, jo thjesht e zhurmshme, po që kanë jetë. Kanë shpirt, ka jo të zhurmshme, po thosha për këto bli tani ose jo, po. E humbe mundësinë një ditë ka ose bli 3 përfiton 1, me qëra fjala, ç'mendim ke për këtë lloj marketingu? Për cilin lloj marketing? Bli 3 përfiton 4 ose bli 2 1 falas. Nuk ekziston që falas në marketing. Po fillojmë këtë. Na i tregoj një shoqëro treguaj sinqert një person që merret me marketing. Nuk ka gjë falas. Nëse ti dëgjon falas, nuk është falas. Çfarë do të themi këtë? Po me këto se kisha menduar këtë pikë në fakt për diskutim, po te këto që paguajnë produktin më të shtrenjtë, edhe gjithë tjerat i merr falas, edhe kjo nuk ekziston. Nuk ekziston. Janë teknika. Tani, ku është sekreti i këtyre, na i trego pak. Tani se them të sekretet sot se. Po mund të themi gjë që unë kam bërë vetë, do flas, nëse do përdor shembull konkret, do të them për ato që unë kam marketuar dhe shitur personalisht, jo për çka kam punuar, por personalisht, për shembull. Unë kam ofruar një e-book falas. Dhe e kam thënë që është falas. Po. Dhe është falas vërtet. Nuk kërkoj asgjë. Por në të vërtet, unë ta e-book, dhe pse e kam në falas njerëzve, në faqen e fundit kam reklamuar diçka që shes. Dhe ky është përfitimi im. Që do thotë, kur them që ky është falas, nuk është se po gënjej. Po. Ai falas është. Por arsyeja që unë e kam bërë nuk e kam bërë. Sepse merr diçka mbrapsht. Marr diçka mbrapsht. Okej, lere e-bookun, dua diçka më të prekshme për shikuesin. Po. Gjithë janë të interesuar, shkojnë në një dyqan të pajisjeve elektroshtëpiake, thot ai merr produktin më të shtrenjtë dhe brenda këtij produkti do marrësh 2 të tjerë. Ku qëndron sekreti këtu, ose a janë cilësore këto 2 të tjerat që blejun? Po dhe mund të jenë cilësore. Po, nuk ka të bëjë kjo. Është cilësore, thjesht çdo shërbim që kërkon produkt. Normalisht, sa më i vjetër është një produkt, aq më shumë i bie vlera. Sepse produkti i ri ka vlerë më të lartë. Kështu që në të vërtet, ato produkte që t'japin me ulje janë vërtet produkte që u ka rënë vlera. Nuk është gjithmonë
nuk është gjithmonë mashtrim, kjo është e vërtet. Dhe në vend që ato të flaken e të humben, të paktën po e njofton publikun që këto shiten me këtë çmim, në mënyrë që të tërheqë vëmendjen tek produkti i ri. Që nuk është mashtrim të vërtet. Sigurisht është teknikë psikologjike, ku ti përdor një produkt që i ka rënë vlera dhe nuk është shitur, për ta çuar vëmendjen tek produkti i ri. Dhe si e çon vëmendjen tek produkti i ri, thua që ky produkt është me 70% ulje. Nëse merr këtë produktin këtu. Domethënë të kushtozon Nuk po gënjen. Po thjesht janë teknika psikologjike këto që luan me vëmendjen. Në kuptimin e fjalës, luan me vëmendjen, nuk e keq. Ta audiencës që ti ta zhvendosësh vëmendjen tek produkti i ri. Pra gjithmonë kur ne shohim oferta të tilla, ose oferta paguaj 2 merr 3 a diçka e tillë, do të thotë që nuk është se janë produkte jo cilësore, po o kanë shumë kohë që rrin stok, ose u ka rënë disi vlera produktit dyta tretë. Ky është një variant, një Ky është një variant. Jo, nuk është gjithmonë ky. Po varianti më i keq? Varianti më i keq është që në vend të thuash 50%, thuaj paguaj 1 merr 2, është një gjë. Jo, varianti më i keq çfarë humbun si blerës? Varianti më i keq. A mund të rrezikoj që të blej një produkt? Po tani këtu kthehemi prapë te pika e fillimit, që varet se çfarë boshti moral ka ai që shet. Nëse ai ka një produkt që është i skaduar apo që është defektoz, edhe po e shet gjasmë shtulje, ajo nuk është çështje marketingu më. Ajo është çështje që ky person që po shet është një person që po mashtron. Dhe po përdor teknika të marketingut që realisht nuk ka asgjë të keqe me to, po i përdor për të mbuluar mashtrimin. Është tjetër historike. Por në përgjithësi këto teknikat ka ulje, këto janë teknika marketingu që nuk janë mashtrim, domosdoshmërisht. Por si gjithmonë dikush përfiton nga këto. Duke futur poshtë radarit ndonjë produkt skaduar, ndonjë produkt defektos. Por kjo është tjetër çështje. Jo, nuk është tjetër çështje, kjo është çështje që prek konsumatorin, prandaj desha ta trajtonim. Jo, kam thënë që sa të sigurt jemi ne kur bëjmë këto lloj blerjesh edhe përfitojmë. A përfitojmë realisht nga këto oferta apo humbasim? Po. Do të them si punë po e bëj të thjesht fare, është punë e zjarrit. Zjarri mund ta përdorni për gatuar, për të ngrohur ose për t'i vënë flakën të dynjas. Edhe një të gjë. Shpresojmë që mos digjemi pra, ky është shpjegimi. Edhe një të gjë, marketingu mund të përdoret për të vënë theksin tek një vlerë, tek një shërbim, tek një zgjidhje problemi, ose mund të përdoret edhe për të mashtruar. Ku diferenca? Çfarë boshti moral ka ai që e përdor? Çfarë njeriu është ai përdor? Është njeri i mirë, i drejtë, apo është njeri që do të mashtrojë me çdo lloj kushti? Sepse intereson të fitoj lek. Dhe nuk i intereson fare reputacioni që ndërton. Kjo e bën diferencën. Reputacioni që ndërton dhe dëmi që bën njerëzve, sepse ana njerëzore. Po. Tjetër, cila nga metodat ishte e vdekur në marketing? Këtë do. Disa thonë që dhe email marketing përdoret më? Nuk funksionon, po unë e përdor. Po email marketing përdoret për të ndërtuar një grup të mbyllur klientësh që janë besnik. Është procesi që quhet hink ose funneling. Po në përgjithësi emailet që vijnë nga marketingu, shumica e njerëzve i çojnë në spam. Po le t'i çojnë, s'ka problem. Që do thotë, është teknikë që po thoja, quhet funneling, hink, që ti krijon shumë mënyra të ndryshme që ti të mbledhësh email e klientëve, personave, me dëshirën e tyre, gjithmonë. Dhe këta persona këto emaile ti i çon në një udhëtim, në një proces ku i prezanton me kush ti je, me çfarë ofron, me çfarë brendi je, dhe gjatë rrugës gjithmonë humbin. Disa persona janë të interesuar dhe shumë mirë, sepse nuk përputhen, është gjë normale. Por ajo esenca që ngelet gjatë këtij procesi, nga shumë merr 1000 emaile, mbledh 1000 emaile, nga këta do ngelen 10. Po ma këta 10 që do ngelen gjatë procesit, gjatë funnelit, do jenë klient besnik. Do jenë klient që... Pra ti thua që emaili vazhdon është një strategji që funksionon? Është një strategji funksionon, e shoh shumë... Për gjitha llojet e bizneseve? Mendon? Për gjitha llojet. Pavarësisht nga përmasa, po them biznes i vogël. Në varësi të llojit biznesit, efektiviteti bie ose rritet, por në përgjithësi aplikohet normalisht. Tu në Shqipëri, në eksperiencën time personale, e nënvlerësojnë jashtë mase. Ka shumë bizneset mëdha që e nënvlerësojnë dhe se përdorin dhe mund të bënin shumë fish lekësh nëse do dinë si ta përdorin. Por tani kjo është zgjedhje personale e secilit. Unë personalisht funksionon dhe ç'kem me të. Website-i?
website-i nuk funksionon më si funksiononte më parë. Tani është më mirë të përdorosh landing page. Na I shpjego më shumë, Po. më thjesht për Nëse website-i është një, po e marr pak, po marr një analogji, nëse website-i është një ndërtesë e madhe me shumë kate, me shumë dhoma, ku i ketë shpëndara produktet në shumë dhoma dhe klienti do i duhet shumë kohë t'i shohë të gjitha, t'i vizitoj. Hyrë në këtë kategori, dil nga kjo kategori. Landing page është një tek dhomë ku ti ke disa, i kanë sintetizuara disa produkte shumë të rëndësishme dhe ke esencën e gjithës aty. Te ajo dhomë mbaron. Është pak a shumë si çdo produkt e ke në vitrinë. Po. Ose produktet kryesore ke në vitrinë dhe çdo produkt të çon te tjetri pastaj më vonë. Po. Kështu që nëse website-i ka shumë faqe, landing page është një faqe. Ja maksimumi 2. Dhe ajo checkout. Po funksionon sepse kam parë shpesh video që reklamohet që website-i nuk intereson më askujt, sepse me implementimin e AI-s është AI-a që të kërkon për ty X produkt çfarë do ti dhe nuk ke nevojë që ti të shkosh të hysh në website dhe gjëra të tilla. Njerëzit duan të kenë besim te ajo që blejnë. Kështu që në fund ditës njerëzit do futen me ta blejnë. Është një fenomen shumë i njohur për ata që janë marrë me marketingun realisht strategjik, që quhet friction në anglisht, që do themi, si themi, fërkimi shqip, që do thot, sa më gjatë të jetë rrugtimi, nga momenti që klienti e shef klienti potencial e shef të produktet, deri aty ku do e blej, aq më shumë rritet probabiliteti që ai të heqë dorë mundësia që të heqë dorë rrugës. Kështu që cila është zgjidhja më inteligjente është ta ngushtosh këtë rrugtim e ta bësh sa më të shpejtë. Dhe kështu bie probabiliteti që klienti të iki. Dhe landing page këtë bën. Ja ofron direkt zgjidhjen. Pra bëja blerjen sa më të thjeshtë klientit. Që mos sepse klienti nuk do të ta stërmundoj mendjen e vet me lloj proceseve. Do që ti t'ia tregosh çfarë është, ta kesh ofertën e qartë, t'ia tregosh vlerat pros e kontra, ta blej sa më kollaj. Nuk do klienti ta stërmundoj mendjen e vet, jo si do e blej, të bëjë edhe përpacira, se kështu e humbet klienti. Ti si ekspert marketingu, mendon që blerja në website është më e sigurt, më efektive, më tërheqëse për blerësin, apo blerjet që operojnë në faqe Instagrami ose TikToku? Gjithmonë varet nga produkti. Nëse do blesh çorape, nuk ka problem në faqe Instagrami. Nëse do blesh çorape origjinale Nike, dyshon mohabeti, faqet Instagrami bën dyshimta, duhet një website zyrtar se s'bën. Pra, varet se çfarë cilësie dhe sa premium është produkti. Sa më mall i thjesht jetë produkti, aq më shumë ka tolerancë ti dhe mund ta shesësh në Instagram, s'ka problem. Sepse fundja ditës çfarë do mbasësh, do mbash 3000 lekë, 6000 lekë. Kështu mendon një. Kurse nëse malli është premium dhe i shtrenjtë, matet më njeriu pas ta blej. Dhe nëse ja shet dikush faqe Instagrami, nuk i vë fare nëse është skeptik. Ka nevojë të shkojë një website, një landing page, një brand. Pra gjithmonë website-i tregon besueshmëri dhe seriozitet. Sidomos nëse shet diçka që është premium dhe diçka që ka cilësi. Është i domosdoshëm, sepse në fund ditës rrjetet sociale vetë mbyllet. Për arsye të drejta apo pa drejta, kurse website-i nuk mbyllet aq kollaj. Është si një pasuri e paluajtshme. Është si një dyqan virtual. Është dyqan virtual që është joti, ka domenin tënd, ka emrin tënd. Kurse rrjetet sociale mund të mbyllet. Mund të mbyllet akaunti jot, mund të mbyllet komplet platforma. Edhe kjo ta hedh vija të punën. Kjo s'do thotë që s'duhet investuar në rrjetet sociale, duhet investuar. Por mbi të gjitha duhet një bërtham, dhe bërthama është website-i. Flas virtualisht. Duhet se s'bën një website. Gjithmonë. Ose minimalisht një landing page. Personalisht unë kam bërë këtë gjë. Kam edhe website, edhe landing page. Po website-in e shoh për atë që është interesuar të kërmoj më tepër. Është dyqani. Kurse landing page është një filial i vogël, një vitrinë që unë e vë diku për të shitur diçka. Shumë konkrete, shumë specifike që audienca e do. I përdor të dyja paralelisht. Funksionojnë më këto reklama derë më derë, flet palosjet poshtë derës? Po. Funksionojnë? Funksionojnë. Funksionojnë sepse kemi moshën e tretë që ndoshta s'është shumë përdoruese. Është ende brezi 50+ vjeç që ende i shfrytëzon ato. Ndoshta në kalin e kohës nuk do funksionojnë më, sepse po digitalizohet pothuajse çdo gjë, por për momentin
është ende një investim që kthehet mbrapsht, të do thoja. Ndoshta i ka rënë fuqia, do thënë return of investment flet palosjeve, ndoshta. Kthimi i investimit. Dhe gjithmonë është varësi të industrisë. Ka ca industri që ecën më mirë, ka ca industri që më pak. Por gjithmonë është një investim që kthehet gjithmonë. Dhe ndoshta është kështu. Nëse një biznes para 10 vitesh nga buxheti i marketingut harxhonte 70% tek marketingu, po them, me flet palosje dhe produkt fizik, ndoshta tani e ka ulur pak përqindjen dhe harxhon më shumë tek reklamat, te ecat. Po. Sepse po digitalizohet çdo gjë. Njerëzit janë më shumë në smartphone se sa vërdall. Tash me që jemi tek buxheti i marketingut. Si mendon ti, sidomos në Shqipëri, sa kulturë kanë bizneset që të kontraktojnë një agjenci marketingu apo qoftë një agent, një individ që të merret me marketingun? Sa kulturë kanë nga kjo anë dhe sa mendojnë se a e besojnë realisht që është domosdoshmëri kjo, është sinjall shumë e rëndësishme e biznesit? Po, pyetje shumë me vend kjo që na duhet ta dëgjojmë në Shqipëri. Sigurisht që mentaliteti, do thoja, këtë 5 vjeçarin e fundit, ndoshta edhe pak më shumë, ka filluar të ndryshojë. Sepse më parë marketingu në Shqipëri nuk shihej si një domosdoshmëri dhe nuk shihej si investim, po shikohej si shpenzim. Pra nuk ja dini mirë vlerën. Shikohej si hedhje e lekëve është edhe dali ku dali. Po. Dhe gjithashtu ngatroi me shitjen. Që nuk është e njëjta gjë. Marketingu nuk është shitje. Është një sistem që ndihmon shitjen. Dhe një pjesë e mi nuk e kuptojnë diferencë. Duan që marketingu t'u ashtis tani, por kjo është një temë ndoshta diskutojmë vonë. Dhe po, ka filluar të ndryshojë. Kanë filluar tani shumë kompani po krijojnë departamente të dedikuara marketingu me profesionistë që kujdesen për imazhin, për gjithë procesin, për strukturës, për gjithë marketimin e shërbimit apo për produkteve. Kështu që po fillon të ndryshojë. Por ende ka, me aq sa kam diskutuar me kolegë të mi, përfshirë edhe eksperiencët e personale, ende ka ambiente, kompani, institucione e të tjera që e shikojnë si shpenzim. Edhe pse mund ta maskojnë sikur e besojnë, nuk ka dim vlerën mirë. Kur reflektohet kjo? Kjo reflektohet se sa e paguajnë specialistët e marketingut, dhe gjithashtu reflektohet se sa investojnë tek ata, dhe gjithashtu reflektohet se tek departamenti që kanë, sa kanë krijuar specialitete. Tani, nëse aktiviteti i biznesit është i vogël, normalisht që 2 persona do kesh. Do kesh një person që mbulon disa funksione të marketingut dhe një person që mbulon dizajnin. Po, desha të ndalem në fakt këtu. Po një biznes i vogël që nuk ka mundësi. Do ta them me atë. Po. Kurse një kompani që është zhvilluar shumë dhe që është prezente, ka autoritet në treg, është shumë prezente në treg, është e njohur, nuk mund të lejojë vetes si mos ketë një departament marketingu që është i zhvilluar dhe ka specialitete. Sepse nëse do ja lëri një person që të bëj edhe rolin e atij që krijon kontentin, po edhe rolin e atij që bën strategjinë, të dyja ky person do jetë mediokër. Pra e kemi ne në Shqipëri këtë. Nuk e kuptoj. Ka ngelur kjo si kulturë që një person i ngarkojmë 3-4 detyra minimalisht. E duhet ta them këtë se e kam shumë merak. Po. Nëse një biznes është i vogël, mund ta bëj këtë gjë. Mund të ketë një person që, sepse nuk është e njëjta gjë. Content creatori është një person që prodhon content. Ma thuaj çik më shqip. Të dyja janë pjesë të marketingut. Kryues i përmbajtjes. Po. Shqip. Është ai person që krijon video, kryesisht video, por dhe imazhe dhe foto e postime që reflektojnë vlerën ose shërbimin ose produktin. Pra një individ i posaçëm që kujdeset për reklamimin tuaj në faqet Instagramit. Kurse marketeri është ai që ndërton strategjinë, është ai që studion tregun. Është ai që bën sponsorizimet, është ai që mban kontaktet me sponsor, influencer. Që bën edhe analiza më të thella se çfarë ecurie ka. Dhe njeri që realisht merr vesh nga marketingu e di shumë mirë që të dyja këto tetor duhet secili që ta bëj punën tamam. Sepse merr shumë kohë. Por content creatori duhet kohë që të bëj brainstorming, që të ngacmojë imagjinatën, që të provojë, të testojë, të shohë nga konkurenca. Të sjellë ide të reja. Dhe ta prodhoj kontekstin, ta xhiroj kontekstin, iku një ditë pune. Dhe për atë që bën
marketingun strategjik, specialistin e marketingut, i duhet kohë që ta studiojë tregun, të mund të bëj analiza, të mund të bëj raporte, të mund të testoj sponsorizime, sepse ato sponsorizime nëse bëhen siç duhet, gjenerojnë miliona, mos më shumë. Dhe të dy këto janë role që marrin shumë kohë. S'po fus dizajnerin fare, sepse ai është më vete. Është më vete, bën punë mrekullueshme. Kështu që një kompani e madhe duhet se s'bën ti këto 3 role, të ketë një skuadër që të ketë specialist marketingu, kryes përmbajtje ose content creator dhe një designer. Dhe një videograf ndoshta, ose mund t'i bëj të dyja, varet në vasti të ngarkesës. Por nëse një kompani e madhe zgjedh një person që t'i bëjë të dyja, content creator edhe specialist i marketingut, ai person do jetë mediokër tek të dyja. Do çaloj diku. Do çaloj sepse aq është koha. Nuk do të them njerëz jemi. Nuk do ketë rezultatin, nuk do japim maksimumin e potencialit të tij. Një biznes i vogël mund ta bëj sepse ka dhe më pak fluks. Është shumë okay. Po për një biznes i madh, ka më pak fluks, ka më pak të ardhur. Për një biznes të madh kjo tregon që nuk po investoj mjaftueshëm te marketingu. Do të investoj më shumë. Si mendon ti sa kthehet në vlerë monetare marketingu, edhe që ne nuk ja dim vlerën? Nëse bëhet kështu siç po sugjeroj unë. Nëse bëhet ashtu siç duhet, po. Shumë. Ka një return of investment maramendës. Dhe ne në Shqipëri nuk ja dim shumë vlerë. Kthimi investimi maramendës, dhe ne nuk ja dim shumë vlerë kësaj gjëje. Është një. Pra çdo biznes duhet të ndaj një buxhet posaçëm për marketingun, është shumë e rëndësishme këtë. Është e domosdoshme. Duhet se s'bën një buxhet marketingu. Dhe madje më fal që po të ndërpres, po. Çfarë duhet të heq dorë, le të themi, më mirë biznesi nga një shpenzim tjetër, të kursej diku tjetër edhe mos kursej te marketingu? E ka atë lloj rëndësie? Të them drejtën, nuk dua t'i përgjigj kësaj pyetje, se kjo kërkon një njohje shumë të thellë të biznesit. Dhe një biznes aq sa ka të përbashkëta ka dhe diferenca. Kështu që do isha duke hamendsuar nëse do të thoja në përgjigje. Nuk mund të them që hiqe shpenzimi nga kjo, ti japësh marketingut. Po që është një pjesë e rëndësishme. Po. Mund të them këtë gjë që duhet një buxhet për marketingun në raport me ai sa fiton, dhe ai atë që ofron, po. Nuk duhet kursyer. Dhe ironia është kjo, që ka disa vende ku janë të gatshëm të kursejnë, çfarë po them unë, 500.000 lekë, 1 milion ose më shumë nga marketingu, u duhet kujtuar se po shpenzojnë, ku në të vërtet atë buxhet që po investojnë, po i djegin kompanisë miliona, 10 miliona, 100 miliona, po nuk e kuptojnë këtë gjë. Nuk është një ironi. Pse ndodh kjo? Sepse nuk kanë besim që marketingu mund të bëjë. Tu në Shqipëri po flas kryesisht. Nuk kanë dijen. Sepse unë kam kolegë që punojnë jashtë dhe që e kanë integruar këtë lloj kulture dhe nuk e kursejnë lekut e marketingu dhe bëjnë miliona, mos më shumë, miliarda. Pse? Sepse kanë investuar në marketingu, investojnë, nuk kanë frikë dhe të rrezikojnë pak, e formojnë skuadrën me një content creator, me një specialist marketingu, madje jashtë kanë specialitete të ndryshme, ka specialitet për ECA, ka specialitete që ty të optimizojnë se sa klikojnë njerëzit. Ky është një rol tek. Dhe kompanitë shumë të fuqishme jashtë kanë specialitete. Edhe fitojnë shumë maramendse, sepse janë inteligjent, janë të zgjuar. Ja din vlerën edhe instaluajnë. Po në rast se një biznes ka vlera. Okay. Edhe shet produkte me vlerë. Nuk po flasim vetëm shet, po edhe qoftë edhe një individ ka diçka me vlerë për dhënë, edhe është ajo shpreha që produkti që ka vlerë nuk ka nevojë për reklam. I beson kësaj ti? Po, siç thotë ajo, Benci s'ka nevojë për reklam. 100%. Sepse kjo lidhet me ndërtimin e reputacionit. Jo, desha të them në rast se nuk i bëhet reklam këtij produkti ose kësaj kompania që ka kaq shumë vlera, mund të arrijë në të njëjtat nivele përfitimi, njësoj sikur do t'i bëhej një fushatë e fuqishme ose të kishte një departament marketingu siç folëm deri tani? Është e vështirë sot. Tani reputacioni ose ndërtohet si arsye e shërbimit që ti ose produktit që jep, ose nga marketingu që ti bën asaj gjëje. Po të dyja shkojnë bashkë. Të dyja duhet janë shumë, duhet të përputhen me njëra tjetrën. Dhe që të jemi realist, në një botë ku të gjithë marketojnë, nëse ke një produkt me vlerë,
mos prit që thjesht të bëhet i njohur sepse është i mirë. Investoj që ta përhapësh lajmin. Kështu që është i domosdoshëm të bësh marketing. Nëse ke një aktivitet, nëse ke diçka që promovosh, mund të jetë një shërbim, mund të jetë produkt, mund të jetë një ide që mos të jetë fare biznes, Po. duhet ta marketosh. Që do thotë, çfarë do të marketosh është ti këtë mesazh, ti ke një mesazh për t'u dhënë njerëzve, dhe ti do gjesh një mënyrë që ta shpërndash tek sa më shumë njerëz dhe të mund ta mbash në mendjen e njerëzve për sa më shumë kohë tjetër mundur. Kam dëgjuar një rast, është psikolog i famshëm ai, nuk më kujtohet emri, tash se jam keq me emrat ton. Po. Ti fiksoj. Edhe ka bërë shumë punë ndër vite në profesionin e vet. Edhe po thoshte një ditë që unë nuk kam bërë asnjëherë marketing, edhe boton edhe libra, asnjëherë nuk kam dalë të ketë një faqe të vetën ose një website ose të bëj marketing në një forma në një tjetër. Edhe është bërë shumë i famshëm në botë. Forma se si ishte bërë, ky ishte sepse vlerësoi puna e tij, ishte edhe pedagog, shkruante edhe libra. Edhe e ftonin shumë në për episode, në për podcaste, në për programe, formate të ndryshme. Dhe u bë shumë i famshëm sepse filloi po xhirote në për rrjetet sociale dhe në për media. Po unë asnjëherë individualisht nuk kam bërë asnjë lloj marketingu nga ana ime, thjesht kam bërë punën. Që është bërë marketing aty është bërë, kjo nuk diskutohet. Po ai ndoshta do thotë që unë s'jam nisur të bëj marketing. Ja kanë bërë të tjerët marketingun. Po që është bërë marketing aty s'diskutohet. Tani çështja është, ndoshta ai mund të ketë bërë më shumë marketing tradicional, që ta sqaroj çik këtë për shikuesit. Marketingu tradicional është marketingu që është bërë para se të digitalizojë bota, që është marketingu në televizion, marketingu në radio, marketingu në gazeta, marketingu në fletushka, marketingu në tabela, ky është marketingu tradicional. Kurse marketingu digital është ai që shohim me ecat. Po me që përmende tabelat që mos ta kalojmë si pik. Vlen më këto reklamat në për Po, tu Shqipëri po, shkurt sepse jam i freskë në këtë gjë dhe kanë shumë rezultate. Dhe ndoshta ky personazh mund të ketë bërë më shumë këtë pjesën tradicionale të marketingut. Po që ka bërë marketing, ka bërë gjithçka çka me të, sepse nuk mund të bëjë kaq i famshëm produkti pa bërë marketing. Po sepse e bën të tjerët famshëm. E bën të tjerët. Për shembull, ja për dikush tjetër marketing. ti bën një punë ose je botus, do bëhesh psikolog shumë i famshëm, shumë i aftë, më fal, jo i famshëm, se u shpreha gabim. I aftë në të ardhmen. Shumë të jeni aftë sa i famshëm. Jo, po prit. Pastaj edhe atje desha ti përmend kështu, hap masapi, prandaj se kalova nga famat. Do bëhesh nesër një psikolog shumë i aftë. Dhe nuk të pëlqen që do mbash një profil të ulët, do të bësh atë punën tënde, ndoshta do bëhesh edhe pedagog, ose vetëm do shkruash libra, do kesh studion tënde. Dhe nuk bën reklam fare as në rrjetet sociale, as në YouTube, as nuk ke një website tënde. Okej. Edhe hasesh me klient, ose vi unë, lexoj një libër tëndin, ose bëj një seancë me ty edhe më pëlqen shumë. Edhe unë kam podcast. Nga që ti më pëlqen shumë, më bën përshtypje si tip, unë të ftoj, edhe ti vjen ke unë. Pra, reklama është indirekte, nuk është se ti thjesht si individ ke bëri reklamë ose fushat, ti thjesht bën një punë cilësore dhe je shumë i përkushtuar ndaj. Dhe kam ndërtuar një reputacion. Dhe këtë pikërisht pra këtë desha të them, që ka shumë kompani ose individ që nuk bëjnë reklama agresive individualisht, por bëjnë një punë shumë cilësore dhe do ajo del në dritë, qoftë në reklam indirekte që i bëjnë të tjerët. Po, por në këtë rast kemi një gjë të përbashkët, që është ndërtimi i reputacionit. Dhe ndikush mund të ndërtojë reputacionin me punën që bën, dhe ky reputacion mund të bëhet shumë i njohur ose jo, ose mund gjithashtu paralelisht mund të përdori marketingun për ta përhapur të reputacion. Qoftë mirë, qoftë keqe. Kështu që po ç'është flasim statistikisht, sa persona realisht janë bërë të famshëm në këtë formë? Në këtë formë. Jo, e di që s'janë bërë shumë, por thash që ekziston mundësia, po, ekziston mundësia. Por nëse dikush ka objektiv që ta promovojë reputacionin e vet dhe nuk ka asgjë të keqe për të gjë, i rrit shanset e veta duke i bërë marketing. Nëse dikush nuk e ka prioritet ta promovojë reputacionin, atëherë le mos bëj marketing. Çfarë prioriteti ka ky person? Çfarë synimi ka ky person? Do ta promovojë reputacionin apo jo?
nuk ka gjë të keqe të promovoj reputacionin, për sa kohë është i ndershëm dhe i vërtet. Është çështje zgjedhje në fund. Është çështje zgjedhje. Po. Ma bëj pak dallimin tash të brandit si biznes edhe brandit personal brand që ka dalë ky trendi tash. Edhe mi shpjego pak më thjesht për dëgjuesin. Çfarë është një brand edhe çfarë është një brand personal? Një brand personal, me fjalë thjeshta, brandi personal është një brand me fokus personin. Kurse një brandi tipik është një brand me fokus shërbimin ose produktin. Por dhe ky brandi personal ka në fokus personin, në fund ditës një shërbim dhe një produkt do ofroj. Por përdor imazhin e një personi për ta bërë më të thjeshtë shitjen ose marketing. Kjo është diferenca. Kurse brandi në përgjithësi ti krijon një ide, një ide të diçka, për shembull Nike. Krijon një Ka person këtu. Di që din çfarë është Nike ose Benz, nuk ka person. Pra është koncepti Benzit që i bën njerëzit të mund të dinë më shumë për të. Kurse kemi Giorgio Armanin, është një stilist i famshëm që ka bërë 1, 2, 3, 4, 5 gjëra dhe imazhi i këtij përdoret si një port për të eksploruar disa shërbime. Kjo është diferenca kryesore. Diku ti ndërton një entitet ose një ide dhe diku ti fokusohesh tek njeriu. Të dyja nuk ka asgjë të keqe me të dyja. Gjithmonë dallimi është sa ndershmëri dhe sa vërtetësi dhe sa vlerë dhe sa probleme zgjidh ky personal brand apo brand. Mos e kemi marrë pak si mrapsh këtë personal brand, se gjithë po dalin tash po bëhem. Mos do të thuash me vlogë dhe influencer marketing. Po bëhem gjithë, po bëhem personal brand, po mrapa nuk ka asgjë. Është tani. E zën se se dua ta shpjegoj me një shembull konkret. Po. E zën se unë jam kuzhinier. Po. Nuk jam. Na dole dhe kuzhinier tani përveç gjithë atyre të tjera. E zëm se unë jam kuzhinier, këtu do flas për pjesën e influencerit, dhe kam ndërtuar një reputacion të mirë, gjithë më njohin, e di shumë mirë andaj këtej. Edhe tani unë në kuzhinën time ka ca produkte që mund të jenë tenxhere, më thash, tigan, thika. Ndoshta edhe produkte ushqimore. Ndoshta produkte që s'po shkoj te ushqimore për momentin. Po, përfshirë që unë i përdor sepse janë cilësore, punoj më mirë me to, edhe realisht i përdor këto produkte. Dhe tani furnitorët e këtyre produkteve thonë me që ti po i përdor dhe me që ti je dikushi, a mund të na i reklamosh në kombinim të një vlere? Dhe nëse unë e bëj këtë gjë, duke mos gënjur, sepse unë vërtet e përdor këtë gjë, atëherë nuk ka asgjë të keqe për këtë. Sepse unë këtu e rris seriozitetin e figurës time si influencer e si brand personal. Por tani, nëse unë çdo muaj për të njëjtin produkt ndroj brandin, them ky është më i miri, ky është më i miri, ky është më i miri, atëherë unë bie besueshmëria ime si person dhe si influencer. Kështu që kjo është një dilemë që është shumë shpesh. Leku apo reputacioni dhe besueshmëria. Disa persona zgjedhin lekun dhe se kanë problem që çdo muaj thon thika këtij është më e mirë, pastaj dalin për thika këtij është më e mirë ose tigani këtij është më i mirë, nuk ka si ky. Del muaj tjetër flet një brand tjetër që është konkurrent me këtë. Dhe thotë, "Jo, ky është tigani i mirë sepse intereson marrë lekë." Sa afatgjat janë këto? Nuk janë afatgjat sepse për mendimin tim, sepse unë një influencer ti nuk do e merrja kur biznesin tim, sepse nuk është serioz. Unë dua një person që të ketë seriozitet, autoritet dhe besueshmëri tek njerëzit, sepse reputacioni për mua është jetësor. Nëse është i vërtet. Kështu që unë do merr një influencer që është realisht e pëlqen produktin tim, dhe nëse do më duhem shumë kohë ta gjeja, do investoj tek ai influencer, do krijoj një raport me të, do bëj një kontratë me të, që për disa vite ai vërtet përdor produktin tim, edhe reklamon tamam, edhe njeriu percepton që ky realisht është ka një farë sinqeriteti, nuk thjesht po flet për të marrë ato lekët. Kjo është diferenca. Kush është prioriteti? Sigurisht që edhe ky influencer që do marr unë, për lekët do e bëj, po të paktën është i sinqert. Ka një reputacion. Ka një reputacion. Vërtet po fiton lekë, po është edhe i sinqert. Kështu që këtu në Shqipëri po bëhet
Nami. Mendoj që është në rang global, s'është vetëm këtu, po që mendoj se koha do t'i selektoj dhe do ngelet pjesa më... Një gjë më të zgjuara që bëjnë brendet më të fuqishme është e pikasin një personazh dhe investojnë tek ai dhe krijojnë një raport me të. Jo raport personal, raport bashkëpunimi, po. Po e krijojnë për shumë vite. Mhm. Edhe kjo kthehet në një kthim investimit pa parë. Kjo ndërton reputacion, kjo krijon identitet. Ata që janë inteligjent dhe nuk ka një tru që mendon sot për nesër, ja kuptojnë vlerën e kësaj gjëje. Ata që kanë vizion, nuk ja kuptojnë vlerën e kësaj gjëje. Mirë thash. Dhe që kanë vizion, ja kuptojnë vlerën. Ata që s'kan vizion, edhe shohin çfarë do fitojë sot për nesër, kjo që unë po them do i duhet një komarllëk. Dhe nuk është për tu habitur. Kështu që Ky bumi te rrjetet sociale, postimet, dalin gjithmonë sugjerime, duhet postosh 5 herë në ditë që të jesh i suksesshëm, duhet postosh 6 herë në ditë në krahun tjetër që të kap algoritmi. Shumë pyetje e bukur. Edhe duket si shumë lodhse i gjithë ky proces, sepse njerëzit po postojnë vetëm për faktin që duhet të postojnë, që të jenë gjithkohës në krye të algoritmit. Dhe sa më shumë poston, besoj se bie edhe cilësia. Domethënë të postosh thjesht për hir të postimit, jo për të reklamuar ose për të nxjerrë një vlerë. Po. Tani, se kjo është pyetje shumë me vend, që thash, mund të postosh 3 herë në ditë ose 5 herë në ditë, nuk ka asnjë problem. Mund të postosh një herë në muaj, prapë s'ka asnjë problem. Cila është diferenca? Në eksperiencën time personale, prioritet ka cilësia. Unë preferoj më mirë të bëj 2 postime cilësore në javë, sa 7 postime mediokre ose që mua më bëjnë anti-reklam. Mua ato më prishin punë. Ndoshta është ndërtuar ky perceptimi i gabuar që sa më shumë postosh, aq më shumë vëmendje do të marrësh. Dhe ndoshta kjo mund të jetë e vërtet për videot në TikTok që postojnë ordinar lloqe. Aty po. Postoj ordinar lloqe sa më shumë, sepse probabiliteti që të bësh viral është i lartë. Por unë nuk po flas për të gjë, kjo është tjetër çështje. Unë po flas për marketing, për një institucion, për një biznes, për një brand që do të ndërtojë një identitet. Tani, këtu prioriteti është cilësia. Në raste të tilla, në këtë kontekst, më mirë të bëj 2-3 postime shumë cilësore, shumë goditura, sesa të argjoj kohë me të bëj 2-3 postime në ditë dhe që janë as pak cilësore, sepse po investon kohë dhe energji për të bërë anti-reklam vetes. Kështu që çdo njeri, qoftë personal që po menaxhon diçka, apo qoftë një ekip marketingu, duhet të jetë shumë i vetëdijshëm për kohën që ka në dispozicion, aftësitë që ka dhe resursat që ka. Duke njohur shumë mirë veten e vet, skuadrën e vet, dhe kohën që ka, duhet kuptoj se çfarë mund të bëj unë. Dhe çfarë deri ku mund të prodhoj diçka cilësore, diçka pa më kushtuar në cilësi. Pa u konsumuar. Sepse gjithashtu duhet shmangur dhe burnouti. Sepse nëse prodhon djegja, djegja psikike. Djegja psikike do të shmangur, sepse ajo pastaj do bëj që dikush të heqë dorë gjatë procesit, të demoralizohet, të mos kenë produktivitet dhe është një afat më i gjatë pastaj. Është një kosto më e madhe. Kështu që më mirë, për shembull flas konkretisht. Unë e di kapacitetin që kam unë, me kohën që kam, me aq kohë të lirë se kam, me ato aftësi që kam, me ato eksperiencë që kam, me ato mjete që kam, unë për shembull dal në konkluzionin që nëse dua të bëj një postë në cilësie të paktën 70%, mund të postoj 4 herë në javë. Dhe unë më mirë që ndroj kësaj gjëje, sa të postoj 3 herë në ditë, 4 herë në ditë, edhe e para do konsumoj veten, dhe e dyta do i bëj anti-reklam, pra është absurde. Po investoj energji dhe kohë dhe për të prishur punë vetes. Për të prishur punë vetes, nuk ka sens. Ka shumë këshillime që bëhuni të bezdisshëm. Unë personalisht nuk jam dakord me këtë. Ti çfarë mendimi ke me që e fushës? Bëhuni të bezdisshëm në marketing, në kuptim është pak a shumë e lidhur me këtë që bëhu bezdisshëm, posto, kërko vëmendje gjithkohës, posto. Ka një të vërtetë këtu. Ndoshta këtu do duhet sikur bien kundërshtim me këtë që thash deri tani, por jo. Kjo varet në asaj që çfarë do të shesësh. Nëse ti ke një produkt me vlerë, një produkt premium, nuk duhet të bëhesh i bezdisshëm,
sepse shkatron reputacion. Duhet të jesh prezent aq sa duhet. Por nëse ti ke një produkt që është shumë cheap, I lirë. Po, i lirë, edhe mund të bësh i bezdishëm, sepse dhe ata që do të marrin inat, do marrin vesh kushjeti. Kjo funksionon. Mua personalisht nuk më pëlqen, po tani që të them që funksionon do gënjeja. Funksionon. Ose do thuash që ha më po e blejse më çmeni duke ndalë për Po e blejse më çmendi ose nuk dua t'ja shikoj surratin ti, po e blej këtë që po shet. Funksionon. Është ajo reklama e keqe, edhe reklama e keqe funksionon. Sigurisht dëmtohet reputacioni, por në një pjesë të mirë, kur shitet diçka që është më e lirë, nuk intereson shumë reputacioni, është fokusi që të shesin. Edhe ata janë në rregull me të veten. Sepse atë që po duan e Pra marrin. bezdisja në këtë rast funksionon. Si po shpun, sepse nuk intereson reputacioni, aq sa i intereson një kompani e një brendi. Ju intereson të shesin. Është një marketing më i thjeshtë. Më primitiv. Si ta quajmë këtë? Më i drejt për drejt. Më i drejt për drejt. Dhe funksionon sepse shet. Por ama, dikush që do ndërtoj një brand, mund t'ja lejë vetë të bëhet I i bezdisshëm. A kthehet viraliteti në vlerë monetare? Në kuptimin që çdo gjë që bëhet një video ose një X produkt viral, por a është gjithmonë sukses? Viraliteti garanton një gjë, reach dhe impression. Ta përkthej. Reach është sa accounti ju ka vajtur ky content, dhe impression është sa sy e kanë parë këtë content, që mund të jenë të njëjtët sy, një person, që mund ta ketë parë 7 herë, të njëjtën përmbajtje, këto quhen 7 impression. Por nëse një account i ka vajtur kjo përmbajtje, ai quhet një reach. I ky ka vajtur një personi. Po i futem shumë tek delikate. Këto dyja ose më saktë reach shanset që të ketë viraliteti. Por viraliteti jo domosdoshmërisht kthehet në shitje. Sa ish proces më vete. Dhe tani të postosh diçka me shpresën që kjo do bëhet virale, është të luash të shtish shik fall, me shpresën që do blej diçka. Ka shansa që të ndodhi, po dhe ndoshta nuk ndodh. Sepse vetëm gjë që viraliteti garanton është të kesh reach dhe impression. Jo se shitja është e garantuar kudo, po nëse viraliteti është pa strategji, është qorëzi, nuk mund të kthehet në shitje. Ose një person që bën marketing tamam, di shumë mirë që të krijojë përmbajtje që mund të bëhet virale, por në momentin që kjo përmbajtje, kjo mund të jetë një video, bëhet virale, i bën një analizë pse u bë virale, mat edhe si ishte rrugtimi, që nga personat që e pan, kush klikoi, sepse ka mjete që i mat këto. E mat që nga momenti që e shef, që ka momenti që e klikon, që ka momenti që blen, ka mjete që për shembull Facebooku dhe Instagrami ata ka pikselin. Quhet piksel dhe ti e mat çdo hap, nga aty ku e ka parë deri kur e blen tek sajti. Njëri që realisht bën marketing nuk ja lejon veten që mos ta masi. Ç'a ndodhi që mos ta kuptoj, që nga momenti që kjo video bë virale, ç'a ndodhi që ky bleu? Po jo, ka raste që shumica bëhen viral kot. Po, jo se është gjë e keqe mo. Nuk do të keq kuptohem. Nuk ka asgjë të keqe. Jo, s'po flas që ka gjë të keqe, po them që a ka gjithmonë a kthehet gjithmonë në vlerë monetare ky viralitet, apo është thjesht viralitet edhe pash diçka argëtuese edhe mbaron aty. Këtë do të them, më shumë e them shikuesi se nuk do të keq kuptohem. Nuk ka asgjë të keqe që të postosh disa video ose imazhe dhe me synimin që të bëhet virale. Dhe do shes është një gjë. Po, nëse dikush do të bëjë marketing mirëfillt, nuk mund t'ja lejoj vetes që shitjet të jenë shumë në shans, fall. Objektivi i një personi që bën marketing është të kuptoj pse u shit kjo gjë. Strukturë. Të krijojë një strukturë. Që një person që bën marketing gjithmonë poston diçka, do që t'i bëhet virale, por njëkohësisht e mat atë, që të kuptoj rreth parë pse u bë virale dhe çfarë bëri, si ndikoi kjo video virale që të më blenë mua këtë produktin apo shërbimin. Pse e them këtë? Pse ja rëndësi kësaj gjëje? Ja rëndësi se kjo të bëhet kur s'është lek. Kur një person e kupton shumë mirë pse video bë virale, e kupton shumë mirë rrugtimin nga video virale te shitja, nëse do harxojmë pak lek. Sepse do di shumë mirë ku ti investoj
sponsorizimet, reklamat, çdo gjë. Dhe kjo është funditës. Ai që bën marketing nuk ja lë, o mundohet me gjithë energjitë e tij që mos ja lë shansit. Do ta kuptoj procesin. Ky është marketing tamam. Por sigurisht nëse dikush nuk do t'i futet kësaj pune, nuk e ka problem t'i shpërdorë lekët, e thjesht do të postoj video virale, edhe çitës atë çitë, s'ka asgjë të keqe, por do shpërdoroj lekë. Nëse do bëj eca sidomos. Me që dolim ke ecat, a funksionon? Do më thënë, funksionon më shumë një reklam në Instagram, apo në TikTok, apo qoftë edhe në YouTube, që promovohet me pagesë, apo angazhimi organik? Kush është më fitimprurës dhe kush është më jetë gjatë? Se kam dëgjuar disa ekspert marketingu, huaj, jo shqiptar, që thonë që investimi dhe pagesa në reklamat në Instagram ose në Facebook janë argjim parash. Okej, këtu do flas prapë nga eksperjenca ime personale. Që ka biznese që shesin me sponsorizime ka. Ky është fakt. Nuk po e them unë. Por si më pëlqen mua të punoj? Mua më pëlqen të punoj kështu. Nëse unë kam një brand ose një shërbim, unë në radh parë sigurohem që ky brand të ketë një trafik organik të mirë, dhe pasi të unë t'i kem krijuar trafikun organik këtij, që është i qëndrueshëm, ka disa ndjekës besnik që e shikojnë gjithmonë, unë aty filloj bëj eca. I ndërtoj mbi to, që do të thotë, nëse do t'ja marrësh maksimumin sponsorizimeve dhe nëse do të bëjnë që të funksionojnë, duhet të bazohesh diku, jo ti bësh thjesht boost. Ku do të bazohesh? Duhet të kesh një audiencë organike që të testosh nëse diçka ecën ose jo, dhe nëse diçka ecën, pastaj të i zjat me boost. E dyta, duhet të kesh qartë ku po e bën këtë sponsorizim, një target group, dhe duhet të kesh qartë ofertën, e duhet të kesh qartë çfarë problemi zgjidh, çfarë vlerë ofron. Në momenti që është qartësuar gjithçka, dhe në momenti që ke një bazë organike të faqes tënde, aty mund të bësh boost, nuk ka asgjë të keqe. Madje ta shumë fishon nëse e bën siç duhet, sepse është aq eficient shpenzimi, investimi më saktë, saqë të kthehet. Por do të bërë me një strategji, nuk do të bërë verbasi. Nëse sponsorizimet përdoren verbërisht, ka shumë rrezik. Kur përdoren pa strategji, me shumë gjasa. Ndoshta jo, sepse nuk është e garantuar, por gjasat janë të mëdha që nëse përdoret pa strategji, do digjen lekët. Nuk do kthehen as shumë. Nëse përdoret me strategji, kjo është fakt që kthehet fitimi shumë fish. Dhe ka dhe diçka që një pjesë e refuzojnë. Gjithmonë kur bën sponsorizime, dhe sidomos kur janë në fillim, ato lekët e para nuk do kthejnë klient ose shitje, por me tim ato lekët e para po blen informacionin që të duhet. Po shef reagimin. Po blen informacion që këtë informacion, dia është pushtet, ta kthesh që ti bësh sa më efektive dhe eficiente sponsorizimet e ardhshme. Në afat shkurtër duket sikur po djeg lek, por në afat gjatë është jo, është e kundërta. Ti po investon lek. Diferenca është çfarë vizioni ka. Dhe ky vizion zakonisht vjen me eksperiencë. Se edhe në eksperiencën e mia të parë thosha, "Ua, si ta xhojmë kaq shumë lek?" Jo, është e harxuar, sepse me të drejtë nuk e kisha përjetuar çfarë do të thotë gjithë ky proces. Nga aty ku ti investon për të blerë informacion, nga aty ku ti e merr informacionin, pastaj e di shumë mirë kujt personi do i shkosh në derë, ku do i trokasësh. Pra në rast se bëhet në formë të strukturuar, funksionon. Por nëse bëhet pa strategji, me shumë gjasa është lek i djegë. Po për këto llogaritë që kanë shumë ndjekës dhe që shumë persona edhe shumë biznese i blejnë, çfarë vlerë kanë ato? A është lek i djegur atë? Ky është, unë personalisht nuk e preferoj të blesh ndjekës falso, fake followers. Sepse çfarë bën kjo? E para shkaton algoritmin. Sepse ti mund të kesh 50.000 ndjekës e ke 5 like në post. 2-3 reagime. Po. Kjo i sinjalizon algoritmit të Metës, Instagram, Facebookut që kjo faqe ka ndjekës falso, kjo faqe nuk ka interes dhe reach organik bie. Kështu që nëse do ta fundosësh faqen, bli
fake followers në masë, edhe je shumë në rregull. E dyta edhe tek imazhi që ti krijon me klientit. Nëse një klient ti pretendon të kesh një brand premium, apo ku di unë, e shef 50.000 followers, wow, e shef që merr 20 like, thot, ka diçka që shkon këtu. Dikush në mënyrë të edishme, Raporti është shumë i madh. Kështu që unë për këto dy arsye kryesisht nuk ka sugjeroj kur të blesh fake followers. Por, e di kur do e bëja këtë përjashtimin? Këtë përjashtim do e bëja. Nëse ti ke një faqe me 0 followers, edhe do të krijosh një ide që sigur kjo, sepse do s'do imazhi ndikon njerëzit. Ndryshe është një faqe që shet një produkt e ka 10 followers, dhe ndryshe është një imazh që shet një produkt e ka 2.000 followers, apo 5.000, ku di. Kështu që për t'i dhënë këtë startin e fillimit që të ndërtosh të imazhin, deri diku do thoya është okay ti blesh këta 1.000-2.000 followers në fillim, që të duket çik sikur ka, që të ndërtosh të perceptimin sikur kjo faqe nuk është sikur po spam. lëviz. Po, sikur po lëviz. Po deri aty. Pastaj nga një moment e tutje duhet përveshësh mëngët. duhet përvesh mëngët. Personalisht unë as këtë se bëj, po nëse dikush do e bënte do e kuptoja sepse ka një logjik pse e bën këtë gjë. Ka një arsye strategjike. Pra ky po ndërton një imazh fillestar që mos duhet sikur kjo faqe s'ka qarkullim fare. Edhe pse s'ka qarkullim, po kryen atë imazhin. Dhe më vonë pastaj ndërton organikisht. U personalisht me çdo faqe që un kam marrë përsipër me klient personal flasë, se me klient personal un kam më shumë kontroll dhe di shumë mirë ç'a bëj. Nuk ka pasur asnjë rast që unë të kem marrë një klient e mos t'ia kem rritur organikisht. Pa fake followers. Këto janë sekretet e mia që do i them tu, po po që mund ta bëj këtë gjë. Thjesht kërkon shumë kohë. Fake followers nuk kërkon kohë. Thjesht paguhet shërbimin, i bie shkurt dhe duket se u bën namin. Kurse kjo metoda që përdor unë, e që krijon një bërtham organike që më vonë shumë fishohet, kërkon çik kohë dhe energji. Kohë, energji dhe investim besoj. Po. Edhe do një sy që të dallosh ku të. Po. Çmendim ke ti për duhet të shkojmë të jemi sa më të thjesht edhe sa më të kapshëm për publikun, për blersin, apo duhet vazhdojmë me atë strategjinë e ngarkuar dhe të zhurmshme, shiko si ajo bli tani, ose qoftë edhe jo vetëm në aspektin e shitjes, po dhe kur ka një brand personal të jetë super i kuruar ose i detajuar me imazhin, me kështu, apo duhet të jemi sa më origjinal, të natyrshëm, sa më të afërt. Kush ka më shumë sukses sot? Gjithmonë sa më thjesht jetë mesazhi aq më mirë. Trash e trash. Duke marrë parasysh që varet e çfarë po marketon, çfarë po shet. Varet çfarë produkti është ai që. Por në përgjithësi do të jesh i thjesht edhe të reklamosh eksperiencën dhe zgjidhjen e problemit. Sa më thjesht jetë e mundur. Sepse njerëzit nuk duan që ti futesh në labirinte ku të stërmendohen, të humbin, të lodhen mendërisht. Duan që atë rrugtimin nga momenti që e shohin shërbimin ose produktin, dhe të blerja ta kenë sa më thjesht, sa më më miqësor, po. Sa më smooth. Dhe kjo është aftësia e atij që bën marketingun, që sa i eliminon fërkimet e pengesat e i mban në minimum. Kështu që sa më thjesht mesazhi dhe i natyrshëm, i vërtet, aq më mirë. Në përgjithësi. Në rast se unë do hapja një biznes sot, cilat do ishin këshillat e tua, më thuj 3, 4 ose 5, si mendon, Po. Të thjeshta, të kuptueshme për të arritur që të bëhem e dukshme. Po. Nëse ti do hapi një biznes sot, edhe do ja bëje vetë menaxhimin e marketingut, tek shumë ndodh, të shumë mirë, unë do jepja disa këshilla. E para është, fillo vetëm me një platformë, 2 maksimum më 1. Ku di unë Të cilat janë? Kjo është pyetje tjetër, varet çfarë do të arrish. Po hap një klub. Nëse do të ndërtosh të tërheqësh vëmendje, edhe të bësh një awareness të fuqishëm, Instagram, TikTok, Facebook janë më të mirët. Nëse do të ndërtosh autoritet dhe seriozitet, YouTube, LinkedIn janë më të mirët. Nëse do të kesh atë dyqanin tënd virtual, ku ti konvertosh, do të kesh website, landing page ideale. Po sigurisht ai që thash i parë, që nëse shet një produkt që është më i thjeshtë, më i lirë, dhe një faqe Instagrami mbaron punë, sepse kanë të integruar dyqanin. Shumë mirë. Këto. Kështu që tani në varësi asaj që ti do të bësh me atë që ofron, nëse ti do të ndërtosh, nëse ti do të ke synim të prapësh vëmendjen,
Zgjidh një platformë, TikTok, Instagram, Facebook, futu asaj mësoj mirë. Pse e them këtë? Sepse nëse hapesh duke bërë shumë gjëra njëkohësisht, nuk do kesh kohë. Nuk do mësosh mirë asnjërin, edhe do dukesh sikur ti se bën dot këtë gjë, sepse ke edhe 700.000 angazhime të tjera. Çka ka për të mësuar aty? Futem në Instagram, futem TikTok, bëj një post, mirupafshim. Po, kjo është një ndërsim shumë i zakonshëm. Kujtojnë se marketingu është thjesht posto dhe kaq. Ndërkohë që çdo platformë është një shkencë me vete. Ka një algoritëm të vetin, ka një formë postimi të vetin, ka orare ku duhet postosh, ka konkurrent aty brenda, ka format. Çfarë ecë më shumë, ky lloj imazhi, video, sa i gjatë. Prandaj këshilla ime që ju jap gjithë është në varësi të objektivit që ke, zgjidh një platformë. Mund të zgjedhësh TikTok, mund të zgjedhësh Instagram, mund të zgjedhësh Facebook si fillim. Perfeksiono pra një platformë, më mirë se sa përdorësh shumë edhe mos zotrosh asnjë. Sepse pastaj, në momentin që ti një platformë e kupton shumë mirë, dhe i kupton shumë mirë të tjerat, sepse në esencë thelbi është i njëjti, por ndryshon forma. Dhe nëse ti rri mjaftueshëm me një platformë, sa t'ja marrësh dorën do ja kuptosh esencën asaj platforme. Do kuptosh shumë si funksionon Instagrami. Do ja mësosh hilet. Dhe kur ja mëson hilet Instagramit e bësh mjeshtër në Instagram, e mëson në kollaj TikTokun, e mëson në kollaj çdo gjë tjetër. Kështu që investo ku di unë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj tek njëra, merr ma të rrite, ushqeje si krijesën tënde, edhe pastaj replikoj tek tjerë. Kjo zgjat, duhet të kem durim. Duhet të kesh durim, dhe kjo është këshilla ime e dytë. Nuk kam kështu mundësi që të bëhem shumë e famshme që me 1 muaj, 2 muaj? Ka po janë shumë të ralla, është çështje fati. Nëse kismeti i Zotit është ashtu, thoj Zotit faleminderit edhe i jepi drejtim. Por i përgatitur që dhe mu mos ndodhi. Por është çështje fati. Tani, këshilla ime e dytë është kjo. Mos u demoralizo. Dhe mos u krahaso me të tjerët që kanë ecu. Sepse më mirë bëj studio ku të mundesh, shiko ku të adaptosh në një gjë, po mos u demoralizo nëse tjetri ka ecu. Sepse secili ka të rrugtimin e vet. Unë personalisht ka pasur shumë raste që kam marrë një faqe dhe kam parë një konkurrent që ka ecur shumë mirë. Dhe mua 3 muajt e parë nuk ka ecur mirë, pa nga muaji 4 më janë ka kaluar e tjetrit që po ecte mirë muajin e parë. Kështu që ne asnjëherë nuk e dim se ku shkon ky rrugtim i kësaj faqe. Asnjëherë nuk e dim se kur do shpërthej. Asnjëherë nuk e dim kur do shpërthej, kështu që ti vazhdo me dedikim, shiko, përshtatu gjë, merr, por mos u demoralizo dhe mos u krahaso shumë me tjetrin, sepse çdo faqe që krijohet, çdo brand ka një moment shpërthimi. Po ku mund ta kuptoj unë që po dështoj, ose që po rri në vend edhe nuk po rritem? Konkretisht e kupton këtu që po dështon. Si mund ta kuptoj? Nëse 6 muaj vazhdon, po e thjeshtoj shumë, vazhdon me 5 like për 6 muaj, do thotë që diçka po bën gabim. Po nëse muajin e parë merr 5 like, dhe muajin e dytë ke filluar të marrësh 20, kjo mos duket sikur s'është një ndryshim i madh, por është. Janë hapat vegjël. Janë ata baby steps, hapat milimetrik, por që nuk janë, kurse nuk janë të parëndësishëm. Kështu që je i kënaqur për ato hapa që ka arritur, sepse është përpjekja jote që ndoshta 2-3 muajt e parë po avancon me hapa milimetrik, po ndodhi që muajin e 5 shkon një rritje eksponenciale. Sepse do qëndrueshmëri kjo do qëndrueshmëri dhe mos dorëzohemi. Dhe këshilla e tretë është në momentin që do ta marrësh dorën, gjithmonë krijo një sistem. Mëso të punosh me sistem. Me një sistem që mat çdo gjë që bën. Po kjo është pak më avancuar, po regjistroj të dhënat që ke aty tek faqja. Organizo postimet, bëj një plan postimesh, një sistem nga e zhëja, mundësisht. Nga planifikimi i postimeve, nga skedulimi, të kesh kalendar, nga analizat, të shikosh pse kjo eci mirë, kjo s'eci mirë, dhe pastaj që ecën e riprodhon. Nëse do të kalosh nivelin tjetër, duhet të zbëj një sistem. Pa sistem, dikush do ngjelet mediokër në marketing. Këto janë këshillat. Në një gjë tjetër që e ke me merak ta përmendësh? Në reflektimet e mia, si pa shfare këto tani, po. Dhe ne i kemi përmendur që të gjitha.
Mm. E vetmja gjë që do shtoja është që te këto këshillat që jepi rëndësi reputacionit dhe jepi vlerë dhe krijon vlerë reale. I vërtet. I vërtet, sepse ai shembulli që ti more që parë me atë personazhin që kishte botuar, ai është shumë i rëndësishëm, shumë i vërtet. Dhe duhet të jetë për një person që realisht do të ndërtojë diçka me vlerë, ai duhet të jetë një synim. Që kur tjetri gjithmonë do ketë njerëz pa kënaqur, sepse gjithë jemi me huqe. Po. Por ajo është një marzh E rëndësishme është që secili të gjejë atë audiencën e vet. Ai është një marrësh heqje e dorës, tani më vjen termat anglisht edhe i përkthej në mendit. Një marrësh heqje e dorë që është i pritshëm. Lexo më shumë literaturë në shqip. Po tani çfarë bëj? Puna më ka bërë lexoj shumë anglisht. Pra, gjithmonë do ketë persona që do heqin dorë për arsye preferenciale dhe kjo s'ka gjë okay, por nuk duhet t'ia lejojmë vetes si persona të heqin dorë se unë nuk isha i besueshëm. Këtë do të shmangim. Por është shumë okay që ai personi tjetër të heqë dorë sepse nuk i pëlqeu produkti im, për një dy ose nuk i përputhet produkti im, për arsye që janë preferenciale, që secili ka preferencat e veta në fund ditës. Kjo nuk ka asgjë të keqe, nuk kemi të marrim personale, madje njëri i mençur dhe që është humble, i përulur, e shfrytëzon atë si feedback, si ai gomari që i hedhin baltën dhe atë baltën e shkund dhe poshtë ndërton shtresa dheu që dalin nga i pusi që është zhytur. Këtë bën njeriu i mençur, e përdor atë në kuptimin e të fjalës. Por kurse si nuk do ta lejmë vetë thonë që se ky është mashtrues, nuk lejon te ky është. Jo. Ndërton një reputacion që ai tjetri të vitë këtij thotë siç e keni këtu ju. Po e them shumë sinqerisht. Unë do të garantoj i them që do të japi kopitën se do ti dhe pse ai shumë i aftë, po një gjë ta siguroj me 100% që ai nuk ta. Kështu që kjo është në rastën ne jemi besnik ndaj vetes në radhë parë. Edhe të jemi të vërtet gjithmonë, edhe të besojmë te produkti apo te shërbimi apo çado që të jetë. Po ky besueshmëri unë e di shumë mirë dhe në rastin tuaj. Ka shumë persona që vijnë prap sepse e kanë perceptuar që ju jeni të vërtetë ajo që bëni. Edhe kur s'bëhet ja thonë troçe, kur bën ja thonë troçe, këto do njerëz janë publikës. Mos e zgjat më se do mendojnë gjithë që të kemi vënë skript edhe të kemi paguar që të shtuash këto fjalë. Albani është një fjalë me kullush. Dhe kështu. E mbyllim dhe për sot. Po. Tham shumë gjëra, mund të kemi lënë dhe gjëra pa thënë, po që besoj se tham goxha gjëra të rëndësishme. Dhe uroj që ai që ta di vlerën do i shërbej kjo gjë. Si gjithmonë kritikat i mirëpresim, pra i sakoj që janë bazuara në argumente dhe jo në mlef, kunja, apo ku diun siç na kanë ardhur zakonisht, janë mirëpritura, se ndryshe do injorohen, ose nëse whatever, kaq.